normalisht duhet ishte presidenti, por besoj që do të kemi miratimin jo vetëm të shumicës, po të gjithë popullit që t'i bëjmë ulje taksash pas çdo fjalimi që do mbaj për vitin e ri me motivacionin për ngritje të epërme të humorit të popullit shqiptar. Ata thonë të mbledhi më shumë taksa nga të varfrit dhe nga shtresa e mesme se janë më shumë. Ata qeverisin me shëmbullin e forcës. Ne do të qeverisim me forcën e shëmbullit. Ky është ndryshimi mes rënimit mëtejshëm, që sjell slogani për para i tyre dhe rilindjes shqiptare që do të sjell para zgjidhash një frymarrje të çliruar nga presioni i politikës brutale dhe gënjeshtare. Unë jam student në inxhinieri telekomunikacioni. Mbarova gjimnazin Ismail Gjemali me 9.8 mestatare. Aplikova për shkollë në Itali, ku bursa që duhet merrja nga shteti ynë ishte fars. I detyruar nga gjendja ekonomike, u ktheva në Shqipëri, ku të them të vërtetën, mu duk si një udhtim nga e tashmja në të shkuarën. Madje edhe kushtet në shkollë janë parahistorike dhe të sajuara. Për ditë shohim njerëz që vuajnë, që humbin punën padrejtësisht. Një ndër to është nëna ime. Njerëz që nuk kanë mundësi të paguajnë ushqimet, dritat apo ilaçet, deri te ata që vriten edhe mizorisht. Për këtë jam këtu, për të ndalur këtë udhtim që vret për ditë, ëndra dhe shpresa. Unë vetë punoj tuni tret për të ndihmuar familjen. Ky në fresh është turni im i dytë. Midis shkollës parahistorike dhe punës raskapice gjatë natës, ky është turni im i shpresës, turni të ardhmes. Rruga me trenin e kësaj qeverie është vërtet një udhtim në të shkuarën. Në një të shkuar pa rend ligjor dhe as norma të respektuara bashkarisht të bashkëjetesës mes njerëzve. Në një të shkuar pa komunitet, ku çdo familje ndjehet gjithnjë më vetëm. Në një të shkuar ku asgjë për të çuditur me kriteret e botës sotme nuk çudit më askënd. Kjo është një shkuar që është bërë aktualiteti i imponuar dhe në rënim të vazhdueshëm i shqiptarëve. Është një shkuar ku po rinxjerrin kurrizin kënetat, po ende më keq. Një shkuar ku s'ka më pyje dhe lumenj të pasakatuar, s'ka më plazhe të pazaptuar dhe pasuri natyrore të padëmtuar, keqas, mbi tokë apo nën tokë. Ky me sloganin për para është udhëtimi në një të shkuar ku gëlon vetëgjyqësia, egoizmi, barbaria. Rilindja që duam është kthimi i drejtimit nga e ardhmja, duke u nisur nga vërteta e madhe se jemi në një krizë të rëndë ku na ka zhytur një parti, po prej nga ku mund të dalim dhe do dalim të gjithë së bashku, si një familje, si një vend, si një kom. Ne besojmë që Shqipëria mund të rilindë, duke rilindur shpresën në zemrën e njerëzve të zakonshëm të saj, duke hequr taksën e biznesit vogël, dhe duke u dhënë mbi 100.000 shqiptarëve të vetëmundsuar dhe po ashtu 300.000 tjerëve në familjet e tyre që ushqehen me këtë biznes mundësinë që të marrin pak frymë. Për të dhënë mundësinë që të vetëpunësohen edhe atyre që sot kanë humbur çdo shpresë në rrugët pa fund papunësisë, duke u kthyer kompanive të mëdha dinjitetin e cënuar dhe sigurinë e kërcënuar, dhe duke u hequr taksën e korrupsionit, taksën e arbitraritetit dhe të kohës për të marrë më shumë kontribute për vendin përmes rritjes së frymarrjes për ta, duke pesfishuar financimin publik për fshatin dhe duke ndërtuar një politikë të re që mbështet 312.000 familje dhe jo vetëm 12.000 si deri sot.
kështu e deklaron edhe vetë qeveria. Rilindja e shpresës në fshat është rilindja e shpresës në zemrën e ekonomisë familjare të këtij vendi. Por nga ana tjetër, shpresa në zemrën e njerëzve të zakonshëm në këtij vendi do të rilindë, edhe sepse ne do t'ua kthejmë atyre këtë vend të jashtëzakonshëm. Duke marrë në mbrojtje natyrën, pasuritë publike, pronën private. Unë studioj në fakultetin e mjekësisë. Por pasioni im qyshe vogël për mjekësin, tashmë i ka lënë vendin një rutinë mbytëse. Doktori nuk është këtu, ilaçe nuk ka. Këto janë dy fjalit më të shpeshta që unë për ditë dëgjoj në korridoret e spitaleve. Anatomia, lënda ime më e preferuar, tani më është edhe lënda më e pamundur. Ka mbetur që nga qëmoti një skelet njeriu që ja kanë marrë më shumë se gjysmën e kockave. Njësoj si pasionit tim fëmijor për mjekësinë. Njësoj si spitalit që është kthyer në një pazar ku ushiten recka blerësve të vobekt. Njësoj si Shqipërisë që sot po shqyhet nga të katër anët. Prandaj unë jam këtu sot. Jam këtu sepse kam kuptuar që të rish më njanë dhe vetëm duke u ankuar nuk mund të zgjidhim asgjë. Edhe unë studioj në fakultetin e mjekësisë. Një ditë, duke asistuar në kontrollin ditor të pacientëve, në njëra prej dhomave, gjeta dy gra të moshuara. Buburrec të zinj dhe të mëdhenj lëviznin në përdhomë. E tmerruar, dal tek dera të theras infermiere. Por akoma më shumë, u tmerrova nga përgjigja që ajo më dha. Më tha, po ç'të duhet 2000 gocë, ato plakat janë vetëm fare për të ardhur kanë vdek këtu. E pra, unë, që jam munduar gjithë jetën time të kem nota sa më të larta, një mesatare 10, për të kapur degën e mjekësisë, si të shoh sot, çdo ditë nga afër, në botën e spitalit, kuptoj me të gjithë qenien time, pse politika që e ka katandisur kështu shëndetësinë, është e vetmja e cila mund ta ndreq. Ashtu siç mund të ndreq shëndetësinë, mund të ndreq edhe arsimin, edhe vetë Shqipërinë, nëse bëhet vetë e mirë. Kjo besoj është edhe detyra e secilit nga ne. Këtu në fresh të japim më të mirë nga vetja, në mënyrë që politika të marrë më të mirin nga secili nga ne. Të rish më njanë sot, do të thot, jo vetëm asgjë mos ndryshoj për ty, por e ta meritosh të keqen që të ka rrethuar dhe që të dëshpron. Të përfshihesh, do të thot të bësh të mundura bashkë me tjerët, gjëra që i vetëm askush si bën dot mundura në mjedisin ku jeton. Të bësh të mundura ato ndryshime për cilat ju keni nevojë në shkollë, po askush i vetëm nuk i bën dot. Për këtë ka lindur politika, për të bërë të mundura gjëra që njerëzit të vetëm nuk i bëjnë dot. Ja ku janë këtu në sallë, janë mes jush, edhe të rinjtë e Laçit, edhe të rinjtë e Kavajës. Dy qytete që u katandisën në 20 vjetë, si ai skeleti gjysmak i fakultetit mjekësisë. Dy realitete ku udhëtimi në të shkuarën e kishte çuar njerëzin në një qorsokat këtë errët. Mos dil, mos fol, mos shko, mos. Ai qorsokak ngjante si i përhershëm, deri kur një grush njerëzish vendosën ta shpërthejnë dhe të fusin në ato qytete dritën e lirisë për të dalë, për të folur, për të përfshirë. Dhe pjesë e këtij grushi njerëzish janë dhe treja dhe trinj këtu në këtë sallë që zbuluan fuqinë e vetvetes, duke u përfshirë. Ata ja u morën nga duart politikën atyre që e kishin kthyer në kërbaç,
dhe bën përmes politikës një ndryshim fantastik. Në mikrobotën e tyre ata provuan edhe një herë ato që historia e kësaj bote e ka provuar me madhështi. Njerëzit e zakonshëm mund të bëjnë gjërat jashtëzakonshme kur dalin nga qoshja e tyre. Jini të bindur, besojeni deri në fund dhe jepni gjithçka për të bindur e tjerët, duke mbjellë besimin në zemrat e tyre, që ne së bashku do të shkruajmë një histori të jashtëzakonshme në 4 vitet e ardhshme me fitoren e 23 qershorit. Përshëndetje. Unë kam njohur spitalin jo si student, por si njeri në hall. Kur vendos dita e parë operacionit për nënën time, doktori më dha dorën dhe pa më lëshuar më tha: "Puna ime kushton kaq lek. Ndihmësi im do kaq lek. Anestezisti kërkon kaq lek. Me pak fjalë, e gjithë salla kushton kaq lek." Ky ishte spitali dhe nëna ime si e pa punë, ishte e pasiguruar. Për me të mbaruar ndërhyrja, për çdo injeksion, nuk dilte shiringa në dritë, pa marrë 5.000 lekë. Edhe pse morën çfarë deshën, sërish nuk qenë të përgjegjshëm në ndërhyrjen që kishin kryer. Për shkak të operacionit të bërë keq, nëna u rifut sërish në një operacion prej 9 orësh. Mjeku që kishte bërë ndërhyrjen më thotë: "Unë nuk dua gjë për vete, por ti e di, të tjerët duan hakun e tyre." I madh ndodhej në Greqi, ku punonte pa orar, për të siguruar të gjitha shpenzimet e spitalit dhe për të siguruar jetesën. U kthye në Shqipëri, pasi atje e humbi punën dhe ka 4 vjet që nuk gjen dot një punë. Unë jam këtu, që asnjë nën të mos vuaj atë që hoqi nëna ime, që as familje mos të derë çdo pikë djerse për të çarë shtigjet e korrupsionit në spitale, në shkolla, në gjykata, që asnjë baba mos rollatet kokulur rrugëve të papunësisë. Unë jam këtu dhe jam i gatshëm të bëj gjithçka mundem për të hapur rrugën Shqipërisë që kam parë në programin për një rilindje shqiptare. Ata që qeverisin sot, ju thonë shqiptarëve të pa punë, prindërve tuaj, po s'patët lek, mos u smurni. Sepse 1 milion shqiptar në moshë pune janë të pa punë dhe të pasiguruar pikërisht se s'kan punë. Dhe me që janë të siguruar, po u smurën, duhet paguajnë fatura 5 fish më të shtrenjta se pak vjet më parë dhe rryshvete si këto që dëgjuam. Kush nuk ka të paguaj dhe s'ka askënd që ta ndihmojë, shkon në spital dhe përfundon me buburrecët, si ato 2 plakat e vetmuara. Ndërsa ne socialistët themi jo, në asnjë mënyrë, si një familje, si një shoqëri, si një kombë, do të bëjmë atë që na takon për të mos lënë askënd pa kujdesin shëndetësor. Ja pse do ta përmbysim rrënjësisht sistemin e financimit të shëndetësisë. Është një sistem i korruptuar dhe tërësisht i falimentuar. Shërbimin do ta blej shteti, sepse shëndeti publik për ne është pasuri e përbashkët dhe do ta ofrojë një institucion i ri kombëtar që quhet Shërbimi Shëndetësor Kombëtar. Ne do ta heqim taksën e smundjes që ka vendosur doktori i gabuar, që i ka rënë këtij vendi për hise deri në 23 qershor, të vëshën famkeqe mbi ilaçet. Dhe nuk do të lejojmë asnjë produkt farmaceutik të regjistruar që të shitet këtu me një çmim më të shtrenjtë se në vendin e origjinës nga vjen. Ne do ta shëmbim këtë sistem të kalbur shëndetësor me një reformë radikale që do të stimulojë jo korrupsionin e trupës mjekësore, po meritën dhe cilësinë e shërbimit të çdo mjeku dhe të çdo infermiere.